Një 22 vjeçar ka mbetur I plagosur me armëzjarri mbrëmjen e së shtunës në fshatin Gjorm të Kurbinit. I riu, identifikuar si Veron Pasha, është qelluar me armëzjarri në pjesën e kofshës, ndërsa rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta. I plagosuri është transportuar fillimisht nga vëllai I tij në urgjencën e Laçit për të marrë ndihmën e parë mjekësore, ndërsa më pas është nisur me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, nga ku mësohet se ndodhet nën kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën. Për shkak të gjendjes shëndetësore, 22 vjeçari nuk ka mundur ende të japë dëshminë e tij lidhur me mënyrën se si ndodhi plagosja, ndërsa vëllai I tij, I cili e ka dërguar në spital, ka deklaruar se nuk ka dieni për rrethanat e ngjarjes. Policia ka identifikuar dhe shpathur në kërkim autorin e dyshuar, shtetasin Klodian Doj, 47 vjeç, banues në Sanxhak në Kurbin. Sipas hetimeve të deritanishme, 22 vjeçari u qellua me armëzjarri në pjesën e kofshës dhe pas plagosjes, autori dyshohet se I mori automjetin nën kërcënimin e armës, duke u larguar nga vendi I ngjarjes. Menjëherë pas njoftimit, shërbimet e policisë kryen kthyrjen e vendit të ngjarjes, ku sekuestruan 2 gëzhoja në cilësinë e provës materiale. Hetimet të zhvilluar në drejtimin e prokurorisë quan në identifikimin e autorit të dyshuar. Policia po vijon kërkimet intensive për kapjen e 47 vjeçarit dhe gjetjen e automjetit të marrë gjatë ngjarjes, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprat penale, plagosja rënd me dashje, vjedhja me armë dhe mbajtja pa leje armëve shpërtuese dhe municionit.